por ideja për të themeluar Radio Kosovë e Lirë dhe Agjencioni i Lajmeve Kosovë Press si dy institucionet vetëm informative nga vija e parë e zjarrit të frontit të UÇK-s, ka qenë ide e shtabit përgjithshëm të UÇK-s. Ata e kanë pas idenë qysh në vitin 1998 me themelu dhe me fillu funksionimin e programeve të Radios Kosovë e Lirë dhe të Agjencionit të Lajmeve Kosovë Press, por në mungesë të kuadrave nuk kanë mund me themelu dhe me fillu deri me 4 janar 1999. Qysh të batalës shret? Konkurs kanë hapur, po besoj? Jo, konkurs nuk kanë hapur, ka qenë një konkurs intern, pastaj pasi shkohën në zonë operative të Drenicës përkatësisht të Pashtrikut, në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s në fshatin Divjak, ku më pat ftuar shtabi i përgjithshëm, përkatësisht Baca Jakub Krasniqi, Adem Grabovci, Arshim Shoqi, Rambuja, edhe të tjerë, Recep Selimi, Kadri Veseli, këta, në marrëveshje me ta, unë kam shku për me ju thejsh financat e UÇK-s, sepse kam qenë ekonomist diplomuar, dhe ideja e tyre ka qenë me mësirë nga e zonë në këtë zonë dhe të jemi udhëheqës si finance.